nga ku jemi rikthyer në valët e Top Albania Radio. Deshin FM. Gjithë momenti është tani, se unë di që ju kam munduar. Shumë. Është momenti të them librin tim. Javën e kaluar ishte një javë skandaloze pa një libër. Pa një libër. Po, do them vetëm librin e kësaj jave se. E di pse ti thua libra dhe di ç'a bëj unë Enç, unë futem dhe lexoj për mbledhjet. I lexoj. Dhe nuk kisha një përmbledhje për të lexuar. Çfarë libri kemi sot? Libri sot është E di vetë ç'dua nga Brunilda Zllami, por ta lidhnim pak me temën. Kam lexuar disa libra të Brunildës. Po është vërtet një autore shumë e mirë. Unë e kam thënë, atëherë unë kam qenë ftuar te Ronaldo Sharka dhe ai më ka pyetur cili është autori ose autoria jote e preferuar, ndoshta për të më vënë pak në siklet se nga ai budalliku që thash. Dhe unë i thash sepse ajo më erdhi, sepse ajo është e preferuara ime. Tani çfarë do shohim ne? Një tjetër moment imi. Ka shumë momente dhe thot juve më zvendçone, do drama. Po unë nuk se vëndësojmë. Është drama queen. Ndjekim vox popet e mia. Shumë drama në jetë. Unë nuk kam nevojë për to, por me sa duket ato pas ka nevojë për mua. Mos ndoshta ai krijojnë me vetë dramat, po ju, a jeni dramatik? Femrat mendojnë. Pse? Po pse pasi për gjë më të vogël femrat kanë tendencën që ta dramatizojnë çështjen. Fala ka dramatik se bluzën ose pse nuk më ktheve përgjigjen kohë. Ditesh po mos ta kthej mesazhin. E bën dram? Po. Ka rasti më konkret. Është sinqert goca. Politikanët. Që në fillim që në 90 theshin që u drama ka fare. Vazhdojmë fjalim shumë e madhe. Shqiptarëve. Personale s'kemi. Ke dram personal. Unë s'kam për vete. Që kemi këtë qeveri. Që të dyja palët kanë faj. Çdo gjë asnjë nuk është në rregull. Femrat këtu janë mësuar të kenë gjitha gati. Kënë kushte moderne, ta çuni të ketë gjitha gjërat, ketë shtëpi, ketë pasuritë, ketë. Po të ketë më moderne, po pse mos ketë? Ku ta çojmë në edhe meshkujt edhe burrat, mendoj. Edhe meshkujt. Drama kanë meshkuj. Po gjërat për shkak për lidhje me femrat. Ka emocione kanë drama ku janë smur. Ka diçka e madhe, pra si lidhje me femrat. Këto ditë son me varet, nga çizekrat, Syzet jo dhe lira për formatin tim. Shumë 55%. Flokët. Njësoj. Po më shumë. Ky konkuron fare. Femrat që më kurven në një biznes punojnë, nuk vesh një veshje serioze. Jo, tu ka të drejtë, dress code është shumë i rëndësishëm. Dramatik. Po jap të drejtë. Bën dramatik. Fare. Mirë, ke ndonjë shok ti që është shumë dramatik u madh ai? Dikur po, sot jo, s'kam asnjë. Se janë shumë dramatike dhe janë shumë i bien vetëm qili. Si bi kontradikcion. Jo, ky djali që ka shumë i mençur. Kanë sa duash, ka lek ka, vetëm janë dembela nuk do të punojnë. E vërtet, ka drejtë. Dramat i shikojmë në kinema dhe i pritem në jetë, Po se njofta. Shikon me ta ftojmë në emision pasi i jetojnë realisht. Drama është për shembull kur unë jeta, drama është për shembull unë vitin akademik, provimet e maturës, ka raste që e kërkon i dashuri që të ndahet, raste që i kërkon vetë personi. Kjo është drama ime më e madhe kur kërkon i dashur të ndahemi. Se ku i kërkon ti. Ata që janë pesimistë dhe gjithmonë jo ankohen, jo qajnë, ulërasin jetën e tyre personale. Janë dhe në private që nuk mund të shprehen publik të tjera. Gruaja jote bën më shumë drama. Po më e forcoj. Dhe unë të jetës mirë më shusa, a vështirë gjesh një mashkull të kesh bes. Më më tregon një anë. Po kam qenë i pasur. Kam qenë me fjalë. Kam punuar për këtë ditë me fjalë. Janë dramat më të mëdha këtu në Shqipëri apo në Itali? Në Itali është pak më e vështirë. Ka më shumë drama. Që është shvendë. Shqipëria është për qef. Shqipëria është me raki. Mishë pilava si gjoj fare. Mishë pilava. Me grua. Me grua, me dashnore, me të gjithë dha. Nuk ka shqiptar pa pas dashnore. Nga një maj, kam nga një se nga dytë. Nuk i mojnë dot. Cila është drama më e madhe e popullit shqiptar? Ka kalu 97, aja ka qenë. Po femrat janë shqitane. Janë shqitane, po pse? Po qa drama është kanë këto femrat sot? Qa drama janë nga s'pën rrugës. Pak për të brezin e ri, është më dramatik se... Tani janë kotë, kanë lindur të lodhur, ashtu do të zënë lodhur. Femrat. Po pse më? O vllai, është nga natyra, mëse si e dhona që. O vllai. Meshkut me qesë femrat, elhamdulillah, ne kena ngel burra akoma, se pak ka ngel. Edhe shok vetë mi, them, lejnë Instagramin, TikTokën, sa ato po të bëjnë si gatë. 3, 2, 1. Po si jena për pyetje për zotin, e gotë. Se më shpërshëndroj. Po pastaj. Se harrova. Dhe njërë më falje, fundit. Realiste. Shëndet. Përshëndetje nga Mamma ti ama. Shikani Mario.
E mund të them që Enxhi ka personat më, do të thënë, më interesant dhe në të njëjtën kohë të jep një përgjigje aq të mirë. E pra, çta dish ti Enxhi po sfidon dhe njerëzit me vite mbi supën në këtë profesion. Çfarë ndodhi? Aty ishin disa gazetarë të tjerë këto dhe mua më ndalojnë shumë lehtë. Më vërtet. I bëj për vete. Aty si dalojnë. Po kishte vizatuar zemrat e humba dhe ndaj. Ishte bërë si Rodolfi. Po. E ka gjakun e ëmbël. Për të diskutuar pak sa e ndjeva veten te një nga këta. Na thon gjatë gjithë kohës në femrave dramatike. Okej, na kanë ngel neve, po e keni parë ndonjëherë çunat kur humb Milani ose i keni parë ndonjëherë ku janë smur? Keni parë ndonjëherë çunat kur syhet në punë? Keni parë kur s'ka lek, kur i prishet makina? Pa herë çuan kur qin orarët e berberi. Keni parë herë çunat se ne na kanë dentistja. Ne na kanë ngelur, po kemi drama king, jo drama queen. Dhe femrat në kohët e fundit po të kishin çunat dhimbje menstruaciones, ç'a mund bëni? Do kishim vdekur. Ktu tani këto e barazojnë me dhimbje të tjera tek meshkujt, se janë ato që ne kemi siç është ajo komenti që ne femrat kemi menstruacionet, ne kemi dhimbjet e lindjes, ne kemi mbajmë një fëmijë 9 muaj, ne kemi këto probleme, ne kemi këto, dhe mashkulli kthen përgjigje dhe thotë që po dhe unë duroj ty. Edhe ti këtu pastaj shqyr të na durosh. Po ti as nuk po na duron. Tani ata që durojnë se derisa të gjesh të duruarin, do dalësh i fituar. Unë ndjeva shumë e prekur. Ma më bëri përshtypje ajo gruaja që tha që të gjitha gocat tha, i duan të gjitha gati tha, ndërsa çuna duhet të punojnë, duhet të bëjnë lekë, duhet të blejnë shtëpi. Si duket të ketë çuna ajo. Më faleni pak Desianën. Tani si duhet i bëj goca këto dhe çuni të ri? Po të gjithë punojnë, po së bashku duhet punojnë. Po së bashku jam dakord, po edhe një Shpita keta. Një çun që s'ka asgjë, se ku ta çosh, kështu që. Ku ta çojnë ato? S'ke ku ta çosh. Po mirë, sa mund edhe të krijosh me atë çunin, se kujt di. Baza duhet të jetë gjithmonë, paktën unë kështu e mendoj. Unë mendoj se baza duhet të jetë në tru për të gjithë ne dhe të gjejmë ata persona që bazat i kanë vërtet në trurin e tyre. Gjithsesi, unë po bëj një shkëputje, sepse më pas ne do kthehemi me një personazh i cili është kaq interesant. Ti se di se sapo vuaj. Dhe ka kaq shumë dramë në këngët e tij. Ti se di se sapo vuaj. Zbuloj akoma më shumë vet. Shihemi pas pak me Deviz Gjerhaun.